Akira, zgjohu! Zgjuar jam. Jo, nuk je. Sigurisht që jam. Po endem nëpër korridor. Tani po laj dhëmbët. E kam seriozisht, Akira. Ngriu nga i shtrat tani. Nuk dua. Në rregull, ta tregoj unë tani. E ju le zërin. Po flehu këtu. Ju të dy ende jeni duke fjetur. Është e vërtet. Ne që po na zgjon, ana përgatitur ushqimin. Viboti është duke përgatitur ushqimin. Haruka, shpresoj të mos kesh harruar se kam nevojë të ndroj tubin e ujit. Dhe me qëra fjala, ka ujimi majt për një shumë vërtet të çuditshme. Jo, nuk kam harruar buljon. Le ta shohim pak Drejmogun. Unë do të kontrolloj tani dhe Viboti do të kontrolloj më vonë nga e djashta. Viboti sot do të merri me zbukurimin tim. Oh, shigjeta shqiponj. Ti dukesh bukur edhe pa grim. Prit pak. Pra kjo do të thotë që do të më duhet të shtyp procesin e kombinimit të energjisë Kamera, përsëri. do gjejmë kohë edhe për ty. Hey, isha unë këtu. E di, por Dëgjo, por Rexi është më i rëndësishëm se sa ti. Çfarë the? Më dëgjove se Çfarë ke çfarë? që shikon ti? Po so qenë më të shëmtuar. si gjithë shumë të mirë. Çfarë bëni kështu? Lërmëni të fle. Nuk e dua mëngjesin. Më në fund të gjithë janë të lumtur. The se kjo lumturi do të zgjasë 3 sekonda. Oh, si mund të vazhdojmë më kështu? Unë luftoj shumë më tepër se sa këto robotët e betejave. Ju keni një mesazh të ri? Sa fantastike! Është një kërkesë për betejë stërvitore. Na regjistro Haruka. A do të më lësh ta lexoj unë e para? Stërvitje 11:10 pasdite. Oh, ne s'mund ta bëjmë këtë, Djema. Çfarë? Pse s'do të marrësh pjesë Haruka? Ti e di që kemi nevojë të stërvitemi për turneun tjetër. Në rregull? Sepse ne kemi plane të tjera atë ditë që është turneu. Ja, shikoj vet. Wow, jemi të famshëm apo çfarë? Por shiko, kemi edhe kohë për stërvitjen dhe të tjerat i bëjmë mbas ndeshjes. Dhe kjo po ndodh tamam tani që kemi dhe riparimin. Nëse i nxit më shumë robotët, ata do të thyen në mes. Po, nëse nuk do t'i servisim sa duhet, ata s'do t'jenë përgatitur për turne dhe do të humbasin. Atëherë do të na duhet të gjejmë një ekuilibër mes riparimit dhe stërvitjes. Çfarë po thua? Ekuilibri është për balerinat e vogla, jo për robotët e betejës. Jemi luftëtar, jo balerina. Është e vërtet. Kështu do humbim forcën. Në rregull. Nëse ti mendon se mund t'ja ndalësh më mirë se unë, atëherë vazhdo. E po mbase do vazhdoj, kështu më në fund ky ekip do jetë më i mirë. Pritet të shohësh. U tha u bë. Në rregull Djema, ndeshja stërvitore na pret. Po përse të marrim një tjetër kur e kemi një? Shiko këtu, janë 5 minuta të lirë në agjet. Në rregull, nuk kemi nevojë për frikacak. Në rregull. E ka seriozisht jo? Do ta ndjekim ato apo jo, Akira? As pak, nëse do të kthehet mund vi, por as që ka ndërmend zvarriten pasaj. Por ne kemi nevojë për një menaxher. Është e vërtet. Çfarë do të bëjmë pa të? Oh, Djema, unë mund ta bëj atë punë edhe në gjumë. Gjithçka do të shkojë shumë më mirë. Domethënë nuk është më. Ata robotët mos mirënjohës. Dhe ai Akira, mirë qetëso. Dhe harroj ata. Nëse ata nuk të vlerësojnë ty, është në dëm të tyre. Është koha të përparosh dhe të bësh gjëra më të mëdha. Por pyetja është çfarë gjërash të mëdha? Çfarë do të bëj me jetën time? Urdhëroni blini akulloret për të mira me 10 shije të ndryshme. Do të ha akullore. Balerina. Ai Akira. Mirë. Tani qetëso. E gjeta, me që do filloj një jetë re, më duhet një pamje re. Thuaj që kemi Harukos së re dhe lamtumira saj të vjetrës. Mbase kjo e reja as duhet të flasë me vete kaq shumë. Wow, duke me mrekullueshme. Ngjyra roz përfundimisht më shkon shumë. Ose duhet të më shkoj me që mbeta me këtë ngjyrë. Mirë, hapi tjetër do të jetë të gjej punë. Dua të them, akulloria dhe flokët e reja duken bukur, por duhet të gjej një punë. Por puna tani nuk mund të më bjeri nga qielli. Lajmërim nga kompania lindore e robotëve, prodhuesja numër 1 e robotëve. Ai ke cilësitë e duhura për të qenë menaxher robotësh, por jeton sfida dhe vlerësime duke menaxhuar nga familje të vetme robotësh deri tek makineritë më të mëdha në botë që ka kompania jonë. Mos humko ulur në shkallë të ndërtesë diku. Bëhu menaxher robotësh. Kjo është e përkryer. Mirë Tita, jam këtu për të aplikuar për vendin e menaxherit të robotëve. Po, ti dhe 1 milion të tjerë. Ripandra.
Zonjë Shaosh, stafi jonë do t'ju bëj disa pyetje. Pak, por ama vërtet të vështira. Pyesni, jam gati. Cila është gjëja më e vlefshme që ke mësuar me ekipin Akira? Si të arri rezultate të mira edhe nëse mund të jemi në vrikosur. Si rregullohet një antenë prishur? Mirë, ajo që do bëja është të transmetoja energji nëpërmjet mjetit vështrues. Ju lutem. Kjo është e lehtë. Le të kalojmë në diçka pak më të vështirë. Çfarë ndodh nëse mjeti vështrues është bllokuar? Çfarë do të bëhet ti zonjë e zgjuar? Kjo është e lehtë. Atë nuk mund ta rregullosh. Duhet ta ripërtërish robotin të tërin. Por tani është koha për pyetjen vendimtare. Cila është më e mirë, çokolada apo vanilja? Çoko. Mjaftueshëm për mua. Mirë se erdhe në Kjo është e skuadër. mrekullueshme! Mirë, çfarë po ndodh tani? Ç'kemi zonjë Shahoshi? Kush jeni ju? Unë jam Puar, asistent personal shumë i aftë. Asistent personal i programit? E kuptova. Ti je një lloj menaxheri për menaxher, apo jo? Pikërisht, tani ngreu dhe merr uniformë. Veshja mbaron. Dhe të ri për bukuri. Pastaj në dhomën e konferencave. Kjo është pika nga ti do të drejtosh pjesën tënde të vogël në këtë kompani të madhe. Përshëndet anëtarët e skuadrës tënde. Puna e tyre është të mbledhin kërkesa nga robotët e betejave, ashtu si çdo ti. Dhe pastaj të vinë tek ty dhe të t'i raportojnë kërkesën. Çfarë ke? Ti sapo u bëre madhe zonjush. Ti duhet të jesh e gëzuar. Jam, por më duket e tepërt. Ne as që kemi filluar. Prica të tregoj ty për ekipet më të zhvilluara që ti do të menaxhosh. Po çfarë janë ato? Së pari do të tregoj për Zodan Alfa, që është në mbikëqyrjen tënde. Ai robot është përgjegjësia jote kryesore. Unë e njoh atë robot. Është ai që ka përdorur ekipi Xon. Ai është roboti ynë më i mirë, dhe detyra jote është që ai të mbetet i tillë. Këshilla që ti do t'u japësh skuadrës së zhvillimit, do t'i ndihmojë ato të mbajnë robotin në gjendje të mirë. Wow! 2 herë wow. Le ta mbarojmë shpjegimin. Këtu është dhoma e pushimit, dhoma e fshesës me korrent dhe letrës, dhoma e lajmeve dhe magazina. Mjaft për hapësirën? Pyet. Mirë, le ta përmbledhim. Kam kaq shumë për të mbajtur mend, por të paktën përsëri kam një punë. Një punë speciale, shumë më e mirë nga ajo e skuadrës Akira. Zgjohu. Çfarë? Më duhet firma jote. Si? Kaloj kartën tënde përmes kësaj makinerie. Sot, kur të kesh mundësi. Faleminderit. Natën e mirë. Edhe ti bësh natën e mirë, Puar. Po a kanë kompjuterat natë të keqe apo të mirë? Si po ja kalon skuadra Akira? Them se asnjëri prej tyre s'po e zë gjumi. Mbase është më mirë t'u telefonoj e mos t'i lënë në merak. Jam e sigurt që do të jenë të lumtur ta ndëgjojnë zërin. Mirëmëngjesi. Aruka. Mirëmëngjes. Më mirë shpejtohu se do të bësh vonë për mbledhjen dhe anëtarët e tjerë. Në rregull. Hoppala, lëviz tani. Në rregull. Sot, nën menaxherët do të japin një pjesë të porosive që kanë marrë. Skuadra A ka nevojë që të rregullojë bravën kombinuese. Skuadra B ka nevojë për susën tip R. Skuadra C ka nevojë për një rrjedhje elektronike, një antenë vetrregulluese dhe një shput këmbë. Na fal, ne patëm një javë të vështirë. Çfarë do të bëj unë? Ti do të firmosësh marrëveshjen. Faleminderit. Ura! Puna ime e parë. Çfarë do të bëjmë pastaj, Puar? Është koha për pushim. Çfarë do të thuash? Ne vetëm sapo kemi filluar. Merre me ngadalë ti blet punëtore. Kërkimet tregojnë se punëtorët kanë nevojë të rifitojnë kaloritë pas një pune të vështirë. Vë bas që po vdes uria. Po unë hëngra mëngjes para gjysmë ore. Po, por tani është koha për një mëngjes të dytë. Mirë, në rregull. Pra. Pastaj, pasi të mbaroj pushimin do të jetë momenti që unë më në fund të takoj komandantin e betejave, apo jo? Po përse do të takosh atë? Po, të flas për strategjive dhe skemës së betejave, gjëra të tilla. Aha. Po s'do të kesh mundësi ta takosh. Po kjo s'ka kuptim. Si mund të jem menaxher i skuadrës nëse nuk takoj komandantin? Po ç'të të them unë? Ky është rregulli i kompanisë lindore të robotëve që komandantët e betejave nuk takohen me menaxherin e pjesëve. Ti po më thua që unë jam vetëm një cop menaxher e pjesësh? Mirë, Djema, ne kemi vetëm disa stërvitje sot. Por unë jam i sigurt që ju mund të boshni çdo gjë që mund vi drejt jush. Nuk ka rëndësi se sa ndeshje do të kemi. Në të vërtet, sa ndeshje kemi? Qetësohu, Bulion, e sa mund t'jenë?
disa. Por besomën, kjo është ajo çka duam. Një mundësi të tregojmë të gjithëve se sa të mrekullueshëm mund të jemi. Pra Djema, a jeni gati? S'mu ta besoj që ata më punësuan mua vetëm që të jem menaxher e pjesësh. Kjo punë po kthehet në diçka vërtet të bezdishme. Mirë pra, është koha që t'i bëj punët vet. Nëse ato nuk duan të më japin detaje, unë do t'i gjej vet. Më fal voglushe, nuk mundesh. Rregull i kompanisë. Nëse të bën të ndjesh mirë, është koha për pushim. Dëgjoj Puar, dua të shoh gjithë të dhënat tani. Nuk mund ta bëj këtë punë nëse nuk jam në dieni të asgjëje. Si thua ti? Më vjen keq. Po pse jo Puar? Rregull i kompanisë. E po të paktën më lër të inspektoj Zotan Alfën. Unë vërtet kam nevojë të kuptoj se si funksionon sistemi i tij, por ndryshe nuk do di si ta përmirësoj. Them se ti e kupton këtë apo jo? Ti je si fishek zjarri. Ti je menaxheri i parë që kërkon një gjë të tillë. Më parë duhet të pyes. Më lër të pyes drejtorët më përpara. A është e nevojshme kjo? A nuk mund ta shoh? Më duhet të pyes më përpara. Është rregull i kompanisë, ti e di. Shenjë me topin e dragojit! Topin e dragojit! Të zjarë! Zjarë! Shumë mirë! Tani beteja jon, hajdeni të gjithë Djema! Cetra shtuhis! Shpata kod! Goditja shëgjetër! Goditje përplasse! Goditja e spektri! Goditje me bri! Shikoj gjithë ata njerëz që po punojnë, dhe puna ime është të ulem këtu. Në këtë mënyrë truri im do kthehet në salc. Hej, parazite, e di çfarë? Drejtorët do të lënë të shohësh Zotan Alfa. Ha? Mirë, nëpërmjet monitorëve të paktën. Por shoh vetëm këmbën. Ti je vërtet kurioze. Çfarë do të shohësh më shumë? Ajo është pjesa që ti po menaxhon. Unë po menaxhoj vetëm këmbën? Çfarë ditë e vështirë? A e dini se çfarë do thotë? Çfarë ndodhi me gjithë ato kuti energjie që ishin këtu? Nuk janë për përdorim. Ato nuk janë për përdorim. Ti nuk duhet t'i japësh ato të tjerëve pa lejen Po, tonë. po. Por unë kam autorizimin këtu! Oh, harrova, ka qenë Haruka ajo që merre gjithmonë me këtë punë. Dhe unë se kam menduar ndonjëherë, dhe as e kam iden fare se si ajo ja dinte. Oh, Kjo është puna më e keqe në botë. Ekipi Akira sigurisht që kishte problemet e tij, por të paktën unë po bëja diçka. Tani unë jam thjesht një njeri vule. Prit pak, pas se mund të bëj diçka që ta ndroj këtë situatë. Do të ndryshoj rregullat e kompanisë. Do ta bëj sikur hyrja ime atje është e lejuar dhe do vizitoj Zotan Alfën. E po, këmbën të paktën. Dhe ja ku jam. Mirë, rruga është e hapur. Ja ku është këmba. Akoma s'mund ta besoj që po menaxhoj vetëm këmbën e tij. Çfarë do të marr si shpërblim? Ja ku jemi këmbë, unë dhe ti vetëm. Them se është më mirë të prezantohem. Unë jam menaxheri yt Haruka. A është këmba pjesa kryesore? Që këtë mbase mund të depërtoj në pjesën tjetër të trupit. Por është këmba ime! mirë Djema, ata kanë ardhur se kemi betejë të tjera sot. Le të tregojmë atyre se kush jemi. Në rregull? Është ashtu apo jo? Drejgurisht! Dajgander përdor topin e dragojit. Topi i dragojit! Akira Show! Jam zgjuar dhe le ta djej. Hej, kujdes me shënjestrën! Petra! Shiko, më mirë ulu, do të them një histori. Mirë pra, kjo histori më ka ndodhur mua kur kam qenë i vogël. Çfarë po bëni? Filloni të luftoni! Zjarri Akmanis lëshohet me ka shumë dëshirë, ha? Drejmuk, edhe ti? Nëse nuk të vjen keq, po përpiqem të rri pak vetëm. Shumë faleminderit. Shigjeta shqipojnë, kjo nuk është lojë ku ka fshetas.
Ti po luftoj në shkëmbim. Sa arrita për kul këtë me shpejtësinë e duhur, mund të Por fluturoj. ti mund të fluturosh. Uroj ti e vërtet, por kam mbetur i bllokuar në këtë planet egër. Çfarë ke kështu? Je secili është i lodhur dhe kanë ngrënë gjëra që nuk janë të mira për ta. Dhe sistemi i tyre po dobësohet. Patmirësisht asgjë keqe nuk më ndodhi mua, çdo gjë është në rregull. Ti momeni ta ndaloj. O, zonjusha Omshi, nëse ky është vërtet e mërë. Çfarë? Besoj se ti e di sepse je këtu. Ti i ke thyer rregullat e kompanisë. Shiko, unë thjesht kisha nevojë për informacion që ta bëja punën më mirë. Ne të tregojmë ty atë çka ti duhet të E dish. po mbase vetëm çfarë doni ju që unë të di. Por puna është se është mirë që antarët e skuadrës të komunikojnë mes tyre. Menaxherët e robotëve dhe menaxherët e pjesëve kanë nevojë për sa më shumë informacion në mënyrë që të marrin masat e duhura. Dhe unë kam eksperiencë në këtë fushë. Shiko, sistemi ynë punon për bukuri. Se dia se pse ne po. Sepse ajo që po them është e drejtë. Ju nuk mund t'i trajtoni njerëzit si të ishin plera dhe ata t'ju bëjnë një punë të mirë. Nuk duhet t'i trajtoni robotët thjesht si objekte. Ata duhet të flasin se çfarë mendojnë. Ne kështu bonim në ekipin Akira. Kjo është arsyeja që ne të ndryshojmë rregullat. Çfarë do të thuash me këtë? Ekipi Akira është qesharak. Ata janë të zotë vetëm të qeshen dhe asnjë Mos fol ashtu për ekipin Akira. Se jo, ato janë humbës. Kaq Ato janë ishte, humbës. zyrtarisht jap tërheqje. Asnjë nuk ka dhënë tërheqje më parë. Jam me fat që jam me para. Ju uroj fat djema, pasi keni nevojë. Po tani do të kërkojmë për një tjetër menaxher. Por më parë, Jam e gëzuar që u largova, por do të më duhet të shkoj në ndonjë qoshe, pa punë. E të mërshme. Super e të mërshme. I ka kaluar të gjithë kufi. Jashtëzakonisht shumë shokuese. E po, më mirë të mendojmë për të merrin tani. E dim që ishte keq, por tani do të mendojmë se ta rregullojmë atë. Kemi nevojë për rrugën. As që më shkon ndërmend të lutem asaj të kthehet. Po të ishte të rasum. Gjithsesi njëri nga ne duhet ta bëj. Ne kemi nevojë për të. Mendoni se nuk kemi aftë të bëj punën e saj? Nuk ma merr mendja që ti je afta bësh këtë punë. Nuk ka të bëj me ty, Akira. Është vetëm se Haruka është një menaxher shumë i mirë. Asgjë dua t'ja di. Nuk ekziston asgjë që mund më bëj të ndryshoj mendje. Oh, kështu mendon, ha? Po. Mirë, në rregull, fituat ju në rregull. Mirë, bra. Ju fituat. Do ta therras atë. Ju thash djema që do të ndryshon me mendje. Prit, se kemi një problem. Si mund ta thrasim atë kur ne nuk e dim se ku ka shkuar? Ulion ka të drejtë. Ne duhet ta gjejmë atë. Mirë, po si? Mos lezi të gjithë për njerës. Dhe mund ta gjej. Bibot, çfarë ke vogëlush? Unë e di dhe ku është ajo. Çfarë do të ndodhi nëse të gjithë punët do të jenë si kjo? Ndoshta nuk është fati im që të jem menaxher e robotësh. Ë? Ë? Shkemi. Doktor, shpijem të prisi yt. Hej, a mund të jesh serioz të paktën 1 minutë? Mirë pra, Haruka, nëse je këtu afër më ndohu të më dëgjosh. Dua të të kërkoj sinqerisht falje. Ha? Po, kjo ishte. Ë? Se kisha kuptuar se sa e rëndësishme ishte puna jote. Të kërkoj falje për gjitha gjërat që thash. Ne kemi nevojë për ty, Haruka. Eja sa më shpejt që të mundesh. Skuadra po merr fund, prandaj të lutem, Eja, shpresoj të vish. Si thua, Haruka? Si thua? Mirë, do vi. Do vi. Dhe kur të kthesh më sjell sa patatina, dakor? Jo, me krip. Me Oh, në çfarë po e fuz veten përsëri? Jam zgjuar. Po eci nëpër korridor, tani po laj dhëmbët. Akira, zgjohu! Jo, faleminderit. Ej, mos mi ngri nervat, ose do iki përsëri! Jam zgjuar.